Si të veprosh, ashtu do të veprojnë edhe me ty. Një fshatar udhëtoi nga fshati I tij për në qytet për të shitur gjalpin e bërë nga gruaja e tij. Çdo copë gjalpi ishte në formën e një topi të madh dhe secila copë peshonte 1 kilogram. Fshatari ja shiti gjalpin shitësit të minimarketit dhe me paratë e shitjes së gjalpit, ai bleu sheqer, vaj e çaj dhe më pas u kthye në fshatin e tij. Shitësi I minimarketit filloi të vendoste gjalpin në frigorifer. Në atë moment, ai mendoi të peshonte një copë gjalpi. Kur e peshoi, ai zbuloi se peshonte 900 gram. Peshoi një copë dhe pas e peshonte njësoj sa copa e parë, pra 900 gram. Kështu që ai I peshoi të gjitha copat e gjalpit që I bleu nga fshatari dhe të gjitha copat peshonin 900 gram. Javën tjetër, fshatari erdhi si zakonisht për të shitur gjalp. Shitësi I minimarketit e priti me zë të lartë dhe I tha: "Unë nuk do të bashkëpunoj më me ty. Ti je mashtrues. Të gjitha copat e gjalpit që më shite peshonin 900 gram, kurse ti ma llogarite një copë gjalpi 1 kilogram." Fermeri tundi kokën I trishtuar dhe I tha: "Mos mendo keq për mua. Ne jemi njerëz të varfër dhe nuk kemi peshore që të peshoj 1 kilogram. Kur blej te ti 1 kilogram sheqer, unë e vendos sheqerin që blej tek ti në njërën anë të peshores dhe në anën tjetër të peshores vendos gjalpin. Mos paragjykoni që të mos paragjykoheni, dhe me masën që matni e do të peshoni, do t'ju matet e do t'ju peshohet. Pra, si të veprosh, ashtu do të veprojnë edhe me ty. Allahu na thot: O ju që keni besuar, më njanoni shumë dyshime, se vërtet disa dyshime janë gjuna."